Një operacion ndërkombëtar në shkallë të gjerë kundër drogës u zhvillua mëngjesin e kësaj të enjte mes Italisë dhe Shqipërisë. Hetimet e nisura prej gati 5 vitesh çuan në të akuzuar 49 persona në total, 46 prej të cilëve janë shtetas shqiptar. Ky operacion është vijim i të tjerëve të nisur edhe më herët. Ndaj vetëm këtë të enjte u kërkua ekzekutimi i 24 masave të sigurisë, të lëshuara në Itali dhe në Shqipëri, ndërsa në vendin tonë sipas SPAK u arrestuan vetëm 3 nga 6 urdhër arreste. Gjatë fazës hetimore janë sekuestruar afërsisht 3 milion euro asete, si dhe 550.000 euro cash. Gjatë operacionit janë sekuestruar 10 autovetura, një pistolet gjysmë automatike dhe 130 kg lëndë narkotike, kokainë dhe heroin, e cila në rast se do të hidhen në treg mund të arrinte vlerën e rreth 12 milion eurove. Mes personave të arrestuar është edhe oficeri i policisë Higli Axhiaj. Ai u arrestua nga oficerët e AMP-s në Akademinë e Sigurisë ku kishte nisur një kurs 3 mujor për antiterrorin, ndërsa më herët ka ushtruar detyrën edhe si oficeri operacionales. Axhiaj dyshohet për nxjerrje të sekretit hetimor kundrejt përfitimeve monetare. Autoritetet italiane kanë sekuestruar mbi 1300 kg kokainë, e cila magazinohej për të shpërndarë në 6 baza logjistike operative, të krijuara nga grupi kriminal në të gjithë territorin italian. Sipas hetuesve, grupi me bazë në Shqipëri dhe me deg në Itali importonte kokainë nga Amerika e Jugut, duke përdorur rrugë tregtare në portet kryesore të Evropës Veriore. Droga më pas transferohej në Itali me kamione fshehur brenda automjeteve të rënda. Të ardhurat nga shitjet e drogës dyshohet se u dërgoheshin drejtuesve të lartë të organizatës nëpërmjet shoferëve të autobusëve që bënin linjën nga Italia në Shqipëri dhe anasjelltas.